maksimale vëmendjen e jashtëzakonshme. E vërteta është se narkoshteti po shembet. Kjo është sot e vërteta më e madhe se asnjëherë më parë. Dhe kjo shembje është e pandalshme. Struktura kriminale e bazuar mbi drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve që Edi Rama ngriti këto 12 vite në aleancë me kartelet e drogës dhe ekstremin e majt të udhëhequr nga George Sorosi, ka hyrë në një proces dezintegrimi. Këto zhvillime i japin një dimension krejt të ri misionit ton për shpëtimin e Shqipërisë. Për të parën herë në 12 vite, opozita ka mundësinë e saj reale për t'i dhënë colpo di grazia narkodiktaturës së Edi Ramës. Shembja e narkoshtetit është shans historik për çdo qytetar opozitar, për çdo qytetar shqiptar, për çdo drejtues të forcave opozitare politike, drejtues të Partisë Demokratike. E premtja që kaloi është e premtja më e zezë e narkoshtetit të Edi Ramës. Të gjithë ne ishim dishmitar